Qeveria ka miratuar kompensimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ministri për Mirëqenien Sociale Erion Veliaj ka njoftuar se nga kompensimi do të përfitojnë familjet me ndihmë ekonomike, pensionistët, personat me aftësi të kufizuar dhe punonësit buxhetor me pak më të ulët se 35.000 lekë, që në total janë plot 203.928 familje. Shuma që secili për këtyre individëve dhe përfaqësuesve të këtyre familje do të marri si shtesë automatike në pagesën e familjes vetë është 6.480 lekë në muaj. Veliaj është ndalur edhe tek çështja e pagesave të sigurimeve shoqërore, duke lajmëruar se çdo kompani që ka probleme do të njoftohet nëpërmjet një letre, duke filluar nga kjo javë. Ndaj dhe ajo që duhet bëjë është inkurajoj gjithë kompanitë që të nxitojnë të paguajnë dhe të konsiderojnë këtë kohë një fazë ku mund të shlyejnë të gjithë detyrimet e tyre brenda datës 15 shkurt. Pas datës 15 shkurt, ne do të fillojmë një fushatë sanksionesh, e cila nuk do të ndalet, ashtu siç ka qenë fushata e energjisë. Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj ka njoftuar gjithashtu se është gati projekt ligji për rritjen e moshës së pensionit për deputetët dhe funksionarët e tjerë të lartë të shtetit nga 55 në 60 vjeç.